gjatë procedurave standarde të autopsive mjekoligjore, përveç plagës vdekjeprurëse, ekzaminohen të gjitha dëmtimet tjera eventuale trupore, e në rastin konkret, gjatë ekzaminimit të jashtëm trupor, është konstatuar gjakmbledhja nënlëkurore, vizhliese hematoma, me përmasa rreth 6 herë 1,5 cm në regionin e sipërm dhe të jashtëm të krahut të majt. Kjo gjakmbledhje është përshkruar me përngjyrim të kuqe dhe blu. Vetë përngjyrimi i tillë, bazuar në literaturën shkencore mjekoligjore, dhe praktikat mjekoligjore, dëshmon se kjo gjakmbledhje është shkaktuar para ose gjatë vrasjes së tani më të ndjerës. Proceset fiziologjike në organizmin e njeriut pushojnë së vepruarje me rastin e vdekjes së të ndjerës. Në këtë kuptim, nuk mund të zhvillohet hematom apo rrjedhje e gjakut, pasi që qarkullimi i gjakut është ndërprerë. Prandaj, përngjyrimi i kuq, bazuar në të gjitha literaturat e mjekësisë ligjore, pavarësisht kohës se kur është kryer autopsia mjekoligjore, tregon qartë se gjakmbledhja nënlëkurore apo hematoma është shkaktuar nga momenti i vrasjes dhe 24 orë përpara vrasjes, bazuar vetëm në përngjyrimin e kuq, nuk e kalon 3 orëshin para vrasjes. Dëmtimi i përshkruar në këtë region, në bazë të karakteristikave të tij, është shkaktuar nga veprimi i mjetit të fortë, të topitur, jo imprehtë, pa maje dhe pa tehe. Në cilësinë e mjekut ligjor, mund të përshkruaj vetëm karakteristikat e mjetit, pa emërhuar mjetin, me të cilin mund të jenë shkaktuar. Mirë po, përjashtohet çdo mjet i cili ka karakteristikat e majës, të tehut apo të këndeve të rregullta. Po, dora është një nga mjetet e cila nuk mund të përjashtohet si mjet përmes të cilit është shkaktuar ky dëmtim trupor.
saktë konsiderohet që kjo hematom është shkaktuar nga mjeti të fitës, a mund të na sqaroni nëse kjo hematom i përgjigjet më shumë shkaktimit të saj nga goditja në mjet të fitës apo shtrëngimi nga mjeti të fitës. Më përgjigj? Po, Jo, nuk mund të përgjigjem, pasi që mekanizmi i veprimit të dy mjeteve është i njëjtë. Vetë për masat e kësaj hematome, të cilat janë evidentuar si 6 herë 1.5 cm, dëshmojnë se ka qenë dashur të përdoret një forcë fizike jo e lehtë që të shkaktohet kjo hematom.